nuk do t'jetë punë e lehtë. Shpresojmë shumë që Kuvendi i Republikës së Kosovës sa më parë që do t'jetë mundur do ta zgjedh presidentin apo presidentën e re, me shpresën që të kemi stabilitet institucional në një kohë kur jo vetëm shteti ynë dhe rajoni ynë, por e gjithë bota po kalon kriza të mëdha. Dhe zotohem që do të veprojë në përputhje me kushtetutën dhe legjislacionin fuqi. Në emër edhe të gjithë bashkëpunëtorëve këtu në presidencë, edhe shumë të tjerë që nuk janë për momentin këtu në këtë sallë, jo aq të madhe, por edhe gjithë administratës, ju dëshiroj shumë suksese për gjatë kohës që ju do të qëndroni këtu si ushtruese e detyrës. Nuk do t'jetë punë e lehtë, edhe unë i kam provuar të dyja në vitin 2020 dhe një periudhë vitit 2021, pra atë jem edhe kryetare e Kuvendit edhe ushtruese e detyrës së presidentës. Sado që të dyja detyrat kanë sfidat e veta, të jesh kreu i shtetit, njëkohësisht ta udhëheqësh politikën e jashtme të vendit dhe ushtrinë e vendit e shumë detyra të tjera, duke filluar nga përfaqësimi i unitetit të popullit, janë përgjegjësi e jashtëzakonshme, në cilat ju dëshirojmë shumë sukses e shëndet. Shpresojmë shumë që Kuvendi i Republikës së Kosovës sa më parë që do t'jetë mundur do ta zgjedh presidentin apo presidentën e re, me shpresën që të kemi stabilitet institucional në një kohë kur jo vetëm shteti ynë dhe rajoni ynë, por e gjithë bota po kalon kriza të mëdha. Kur unë kam ardhur në këtë zyrë në nëntor të vitit 2020, në fakt kanë qenë rrethana të jashtëzakonshme, siç e dini, kurse sot po ju lëm pas një punë të jashtëzakonshme. Do të kemi mundësinë për gjatë takimit të diskutojmë për shumë procese që kanë filluar e përfunduar me sukses, po edhe për shumë procese që kanë filluar e shpresoj që ju ti vazhdoni sa jeni këtu, edhe kushdo që do të vi pas jush. I kemi këtu një numër të folderave me do të ja vetëm 1% të punës, sa për të filluar, që e mbulojnë edhe politikën e jashtme, edhe pjesën e drejtësisë, edhe pjesën e mbrojtjes dhe fusha të tjera. Por çka është më rëndësi, ne do t'jemi në dispozicionin tuaj të plot, edhe unë, edhe i gjithë stafi im, çdo ditë 24/7 për çkado që duhet për këtë shtet, për çdo informat, për çdo mbështetje që ka nevojë vendi ynë, sepse angazhimi për shtetin asnjëherë për ne nuk është lidhur me pozitat që i mbajmë, asnjëherë në këto më shumë se 2 dekada që janë institucione publike, nuk do t'jetë edhe tash tutje, kështu që për çkado që keni nevojë, jemi vetëm një thirrje larg. Ne do të diskutojmë edhe më në detaje sa i përket përmbajtjes së punës që ju pret. Megjithatë, na kemi pas bashkëpunim të mirë edhe në të kaluarën, edhe kur kemi qenë të dyja deputete, edhe kur ju ishit ministre, unë isha njëherë kryetare e Kuvendit, pastaj presidente, edhe në këtë periudhë që ju zgjedhët kryetare e Kuvendit, kështu që jam e bindur që kështu do të mbetet edhe tash e tutje. Ne kemi pasur, sikurse çdo institucion besoj, një ekip të jashtëzakonshme, e cila ka punuar kur pa ndalë, gjithmonë për te orarit të punës, mbi gjitha gjithmonë me përkushtim të jashtëzakonshëm ndaj Kosovës. Për Kosovën është shumë e rëndësishme që në krye të institucioneve të kenë njerëz që kanë integritet të lartë, moral, profesional, edhe që secilin vendim që e marrin e kanë parasysh shtetin edhe qytetarët e Republikës së Kosovës. Tani, rrethanat kushtetuese imponojnë që kryetari i Kuvendit të jetë ushtrues detyre i presidentit. Në këtë rast presidentës, unë e kuptoj përgjegjësinë, i kuptoj obligimet kushtetuese dhe zotohem që do të veprojë në përputhje me kushtetutën dhe legjislacionin fuqi. Ne e dimë që ky ushtrim i kësaj pozite mbahet jo më shumë se 6 muaj, por unë uroj që sa më parë Kuvendi i Republikës Kosovës të zgjedh presidentin apo presidentën e Republikës Kosovës, sepse rrethanat që mund t'i presim pastaj nëse kjo nuk ndodh, pra me tekst të zgjedhjet e jashtëzakonshme, mendoj që nuk janë mirë as për qytetarët e Kosovës, as për vetë shtetin e Kosovës, duke pasur parasysh punë që i kemi ne para vetes. Shqipoj thirrje grupeve parlamentare, deputetëve të Kuvendit të Republikës Kosovës, që sa më parë të ketë një zgjidhje për çështjen e presidentit. Le t'i lënë anash inatet,
dallimet politike, le t'i vazhdojnë ato pasi që ta kryejnë këtë obligim kushtetues.